Fitër Bajrami, një nga festat më të rëndësishme për besimtarët musliman, trokiti sërish në portat tona. Sofrat e çdo familjeje muslimane sot mbushen plot mirësi. Të gjithë presin me padurim të mblidhen rreth tryezës së drekës së Fitër Bajramit, një traditë kjo që bashkon zemrat e shqiptarëve. Dorina Hoxha është një besimtare e devotshme, e cila së bashku me nënën e saj prej vitesh agjërojnë muajin e Ramazanit. Profesioni e ka ndihmuar që t'i thellojë njohuritë në fenë islame. Ajo na pret në shtëpinë e saj, ku së bashku me maman Lilianën kanë përgatitur një drekë të këndshme me rastin e festës së Fitër Bajramit. Unë jam publiciste, shkruaj artikuj në median online, në gazeta. Si profesion, si punë, jam pjesë e administratës shtetërore. Prej mbi 10 vitesh kam agjëruar dhe kam përqafuar fenë islame, por që kam filluar të jem pak më shumë e devotshme apo të kryej më rregullisht ritet afro 3 vitesh. Sot është një ditë e shënuar, është festa e Fitër Bajramit. Është një festë e cila për çdo musliman është ditë gëzimi, ditë paqe. Kemi menduar të krijojmë një atmosferë të ngrohtë për këtë ditë të shënuar për ne muslimanët. Edhe pse një vajzë tepër inteligjente, që kalon me orë të tëra duke lexuar, në këtë ditë të shënuar, ajo mundohet të ndihmojë të ëmën në shtrimin e sofrës së Fitër Bajramit, pasi e konsideron këtë momentin më të bukur të kësaj feste. E Durka, e shoh që ti po ndihmon edhe mamin për të përgatitur tavolinën. Kush është momenti më i rëndësishëm për ty në festën e Fitër Bajramit? Ajo që është më e rëndësishme është kjo drek. Ky moment më saktë i afrimitetit, i mbledhjes së familjes, i pjesëtarëve të familjes me njëri tjetrin. Paçka që unë kam vetëm mami, sidoqoftë është një kënaqësi edhe më shumë. Shpeshherë ne kryejmë edhe lidhje online në Skype me motrën, dhe kështu që donacionte drek, po e ndjej më afër dhe donacionte dreka edhe më shumë. Familja e ka mësuar të respektojë ritet fetare. Ajo e ndjen jo vetëm si obligim ndaj Zotit, por edhe si një plotësim shpirtëror agjërimin e muajit të Ramazanit, ndërsa çdo të premte shkon në xhami ku fal namazin dhe lutet për familjen e saj. Dita e Fitër Bajramit e gjen atë çdo vit në bulevard, për krah mira besimtarëve për të falur namazin. Çdo vit unë marr pjesë në bulevardin qendror kur bëhet takimi i madh për faljen e namazit, dhe është një ndër kënaqësitë më të mëdha që kjo festë na dhuron, kryerjen e riteve, pasi unë kam filluar të falem 5 vakte namazet. Dhe jam navat e para dhe kam disa vite që edhe këtë faljen e namazit kryesor, ditën e Fitër Bajramit, nuk e lë. Fitër Bajrami në familjen e Dorinës pritet me mjaft gëzim. Edhe pse babai i saj mungon prej vitesh, mamaja Liliana plotëson me shumë dashuri këtë bëshllëk. Ajo kujdeset për çdo detaj, në mënyrë që festa e Fitër Bajramit të jetë sa më e bukur. Gatimet e saj të shijshme janë një kënaqësi më vete. Mami Lili, unë shoh që ti ke shtruar shumë gjëra të mira sot. Çfarë ke gatuar për festën e Fitër Bajramit? Kemi gatuar mish qingji, pulë të pjekur me patate, një ëmbëlsirë, kemi bërë një tiramisu, se kështu ishte dëshira e vajzës, edhe këto gjëra të zakonshme. Je munduar që çdo gjë ta shikosh të kuruar sa më mirë. Po, patjetër, duhet ta nxirja sa më mirë. Me që është ditë e veçantë, është një festë që ne kemi një muaj që e presim këtë ditë. Uroj mbarësi për gjithë shqiptarët dhe kudo që janë, gjithë mira e kësaj bote. Feja islame e ka ndihmuar Dorinën të kalojë sadopak dhimbjen për mungesën e babait, dhimbje që e mundon prej 5 vitesh. Mungesa e babait, si ka ndikuar në jetën tënde? Humbja e një njeriu nuk është e lehtë. Aq më tepër kur relatat dhe lidhja shumë e fortë, lidhja shpirtërore, por që besimi në Islam më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Mbase ishte edhe spunto kryesore ku unë duhet të fokusohesha dhe të harroja shpeshherë atë që unë ndjeja si mungesë dhe hera herës dhe dhimbje.
feja islame më ka ndihmuar jashtëzakonisht, më ka dhënë një paqe dhe një forcë për të vazhduar çdo ditë e më shumë me vullnet dhe me dëshirë për të bërë mirë, për të vepruar sipas së mirës. Ndërsa motra Nidela jeton në Gjermani së bashku me familjen. Një shtys shumë e madhe për dorinën drejt fesë islame ka qenë edhe kunati i saj, i cili e ka udhëzuar në mirësitë e kësaj feje. Nidela është larg dhe është viti i dytë, është Bajrami i dytë, Fiter Bajrami që ajo ndodhet larg edhe fatmirësisht këtë Bajram kemi edhe Jasmin, vajza e Nidelës, që unë e dua shumë dhe është gëzim, është dëshirë, është gjithçka për ne, për mua dhe mamin. Dhe sigurisht dhe ajo ishte shtysa kryesore, gjithmonë kur ke dikë që të udhëzon, të jep dije, ndonjëherë nevojën për mungesë informacioni dhe punati im ishte ai i cili shpeshherë më ka shtyr drejt kësaj rruge, më ka ndihmuar, më ka dhuruar libra për Islamin, më ka ndihmuar se si t'i kryej ritet, ashtu sipas udhëzimeve të Kuranit. Edhe ai ka qenë një shtys shumë kryesore që unë e falenderoj çdo moment. Por kjo festë nuk kalohet vetëm. Momenti më i veçantë në familjen Hoxha është pritja e të ftuarve. Të afërmit e saj janë gjithnjë të gatshëm t'i qëndrojnë pranë, jo vetëm në momentet e vështira, por edhe në ditë festash. Edhe pse motra e saj Nidela nuk është pranë tyre në këtë festë kaq të rëndësishme, lidhjet me Skype janë bërë tashmë pjesë e pandar e jetës së tyre. Përshëndetje, duar festën e Bajramit për gjithë besimtarët musliman, i vini begate sot participantit gjithë çdo sofër. Gjithashtu me juve që ju dua kaq shumë sa ka marrë radhë ke kishte. Edhe ne të duam shumë motra, të urojmë shëndet. Jasminës ju urojmë shumë vite jetë dhe të bëhet një zonjush e bukur. Do vi shumë shpejt në nati. Se keni dësha ka marrë malli, pak mundësisht. Edhe ne dëshëm të festë. Dhe ne... Nene Lili, o të keqe nëna. Tua e qizë dhe se keni dësha më mundone të. O Jasmin, qizë. Zim pas të keqen mami. Kujtimet familjare janë një tjetër moment që mbush plot jetë këtë ditë feste. Çdo Bajram, Dorina sheh albumin e fotove, ku ndjen edhe praninë e babait të saj. Urimi i sinqert për çdo besimtar musliman i buron nga zemra. Kjo ditë shënon edhe finalizimin e muajit të sakrificës, muajit të agjërimit, muajin e faljes, e durimit, muajin e paqes, muajin ku të gjithë mblidhen dhe mundohen të krijojnë atë familjen e tyre të ngrohtë dhe të jenë shembulli për shoqërinë me vlerat dhe me normat morale. I uroj të gjithë shqiptarëve një jetë të begatë, të paqë dhe sa më shumë harmoni me njëri tjetrin. Pasi shijojmë drekën e mrekullueshme nga dora e mami Lilit, largohemi me mbresat më të mira nga një pritje mjaft e ngrohtë në një familje të vogël, por që rrezaton vetëm mirësi dhe dashuri.